Allahu i madhëruar dëshiron Ademit t'i jap disa mësime, e që po ashtu dëshiron dhe ne sot të na jap disa mësime. Duke na e treguar këtë tregim në Kur'anin Kerim, Allahu dëshiron të marrim mësimet e dukura. Zoti i madhëruar është wa huwa bi kulli shay'in alim. Ai është i cili është i gjithdijshëm i absolut. E pse Zoti Xhelle Xhelaluhu e futi në xhenet e sprovoi me pemë ndaluar dhe pastaj i tha zbrit sipërfaqet tokës. E zatën shejtani mallkuar me këtë e ngacmoi Ademin alayhi salatu wassalam. Duke i thënë dhe duke e përshpëritur atë, o Adem, unë kam qenë prezent aty ku Allahu i madhëruar ju dha lajmin melekëve, e që ju tha melekëve do të krijoj një njeri për sipërfaqen tokës. Pra ti je në xhenet sot, por ti sado që të jetosh brenda xhenetit, Zoti një ditë do të nxjerrë prej këtu. Prandaj a dëshiron të jetosh përgjithmonë në xhenet? Ademi alayhi salam tha po. Atëherë pra pasi dëshiron të futë të jetosh në xhenet përgjithmonë, provo nga pema që Zoti ta ka ndaluar, sepse kur do e provosh atë frut do të bëhesh melek. Dhe kur do e provosh atë frut, Allahu i madhëruar nuk të nxjerr më nga xheneti. Megjithse të ka krijuar për në tokë, ai nuk të nxjerr nga xheneti. Zoti Xhelle Xhelaluhu Xhelle Shanuhu është i gjithdijshëm i absolut. Pse ai tha po e krijoi njeriu për në tokë dhe pastaj e futi në xhenet? Nga se Allahu para se ta krijoi njeriu e dinte që do e krijoj Ademin alayhi salam dhe tha do e çoj në tokë. Pse? Se e dinte që edhe pasi ta fusë në xhenet dhe ta sprovoj me pemë të ndaluar, ai do të mashtrohet dhe do provoj nga pema e ndaluar. Prandaj Allahu tha paraprakisht po e krijoj njeriu për ta çuar sipërfaqe tokës. Se Allahu e dinte që njeriu do të gabojë dhe tani e dinte që njeriu po i jep mësim me pemën e ndaluar. E pse u ndalua pema? Sepse Allahu i madhëruar dëshiroi njeriu ta përgatit. Pra në moment që Allahu ja ndaloi pemën, ishte një vështirësi e madhe për Ademin alayhi salam, i cili me gjithse i provonte dhe i shijonte, i gëzonte mirësitë e xhenetit, shejtani në vazhdimsi po i thonte provo nga ajo pemë, dhe ai refuzonte. Dhe pikërisht kjo distancë që ai mbante nga ajo që Allahu ja ndaloi, atë e forconte shpirtërisht dhe e bënte më të përgatitur për çka? Për të përballuar përballë ndalesave që do i vinë atij në sipërfaqet tokës. Pra Allahu i madhëruar e ndaloi një pemë në xhenet në mënyrë që ne të na përgatitet që të bëhemi të fuqishëm përballë ndalesave që Zoti i madhëruar pastaj na i bën në jetën e kësaj bote. Nga se ne kur jemi krijuar prej fillimit ton, jemi krijuar pikërisht për të ardhur inni ja'ilun fil ardi khalife. Të jemi një herë më këmbës dhe të jemi përgjegjës sipërfaqen tokës e pastaj për të kthyer atje. Por Allahu i madhëruar nuk deshi Ademin alayhi salam ta bie drejt për së drejti në tokë, mirë po një herë deshi atë ta përgatit në xhenet, që ai të jetë i fuqishëm shpirtërisht, që të mundet t'i bëjë ballë pra kurtheve të shejtanit të mallkuar për të vinë sipërfaqen tokës. Dhe pikërisht kjo pemë ndaluar e përgatiste Ademin alayhi salam gradualisht.